Në zgjedhjet e djeshme lokale, VMRO fitoi 33 komuna, vlen 5, LSDM dhe AKI nga 3 komuna. Të 4 koalicionet aktuale shënuan rënje të votave në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Rritën shpenzimet e jetës, shporta minimale kalon shumën prej 65.000 denarëve. Në Kosovë mbyllet për publikun seanca në rastin e lumit terrorist në Bajsk. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zgjedhjet lokale të së dielës si fituan partitë e koalicionit qeveritar VMRO dhe Vlen, të cilët që në raundin e parë fituan 38 komuna, prej të cilave 33 VMRO dhe 5 Vlen. Ndërkohë, LSDM dhe AKI fituan nga 3 komuna, në balotazh dolën 33 komuna, përfshirë këtu edhe qytetin e Shkupit, ndërsa në 4 komuna nuk u arrit censusi pasi votuan më pak se 1/3 e trupit votues. Koalicioni Vlen fitoi që në raundin e parë Çajirin, Sarajin, Haraçinën, Zhelinën dhe Tearcën, ndërsa AKI fitoi Çashkën, Likovën dhe Pllastnicën. Raundi i parë i zgjedhjeve lokale nxorri 43 fitues. Partia fituese e zgjedhjeve doli VMRO DPM me 33 komuna të fituara që në rrethin e parë. Në rendin e dytë radhitet koalicioni Vlen me 5 komuna të fituara, duke e lënë LSDM pas me 3 komuna të fituara. Edhe AKI fitoi 3 komuna. Koalicioni Vlen në rrethin e parë fitoi Çajirin, Haraçinën, Zhelinën, Sarajin dhe Tearcën. Alianca Kombëtare për Integrim fitoi Likovën, Pllastnicën dhe Çashkën. Rreth të dytë do të ketë në 33 komuna dhe në 4 komuna do të ketë përsëritje të votimeve, edhe atë në qendër Zhupë, Vrapçisht, Mavrov Rostush, Gostivar, pasi pjesëmarrja në votime ishte më e vogël se 1/3 e kërkuar e votuesve. Nga 33 kandidatët e VMRO DPM-s, vetëm një ishte femër, Beti Stamenkovska, e cila në 4 vitet e ardhshme do të jetë në krye të komunës së Kisellavodës. Qyteti i Shkupit nuk arriti ta zgjedh pasardhësin e Daniela Arsovskas në rrethin e parë. Në të dytin forca do t'i masin kandidatët e VMRO DPM-s Orse Gjorgjevski dhe Amar Mesinovic nga Levica. Në kryeqytet, qytetarët zgjollën kryetar të komunave në komunat Butel, Gazibab, Gjorgje Petrov, Kisellavod, Saraj dhe Çajir në raundin e parë. Kurse në aerodrom, Qendër, Karposh dhe Shudo Orizar, posti i kryetarit të komunës do t'i ndahet atij që fiton në raundin e dytë. Komunat shqiptare në të cilat do të ketë rreth të dytë janë Tetova, Dibra, Struga, Kërçova, Studeniçani dhe Bugovina. Dalja e qytetarëve në rrethin e parë të zgjedhjeve ishte 46.48%. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut për vitin 2025 është shënuar një rënje pjesëmarrjes në votuesve krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pjesëmarrja përgjithshme ka rënë nga 51.44% në vitin 2021 në 46.48% në vitin 2025, një ulje prej 4.96%. Dalja e votuesve në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale ka shënuar rënje në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Sipas rezultateve të 97.98% të dhënave të përpunuara nga KSZ, dalja ka qenë 46.48%, ndërkaq në zgjedhjet e kaluara kanë votuar 51.44%. Dalja është më e vogël edhe në krahasim me zgjedhjet e kaluara parlamentare, në të cilën votuan 49.94% të qytetarëve. Sipas të dhënave të deri më tanishme, në nivel republikan VMRO DPM ka marrë 301.919 vota, LSDM 125.824 vota. Alianca Kombëtare për Integrim e udhëhequr nga BDI ka marrë 114.244 vota, ndërsa koalicioni Vlen mori rreth 91.242 vota. Dalja më ulët në këtë zgjedhje ka rezultuar edhe me rënje të votave të partive politike. VMRO DPM ka humbur 134.237 vota në krahasim me shifrat e zgjedhjeve të kaluara parlamentare. LSDM-ja ka humbur 30.387 vota.
Trendi negativ i daljes së ulët është reflektuar edhe në shumicën e komunave me popullsi shqiptare, ndonëse disa prej tyre kanë shënuar rritje të lehtë në dalje. Zhelin, nga 49,07% në vitin 2021 në 36,66% në vitin 2025, Bogovin nga 43,27% në 32,18%, Vrapçisht nga 36,15% në 25,18%, Studeniqan nga 51,63% në 45,66%, Tearc nga 41,65% në 36,15%, Çajër nga 45,17% në 52,10%, Kërçov nga 45,14% në 51,46%, Tetov nga 44,81% në 47,45%. Ndërkaq, dalja e ulët më së shumti ka prekur komunat e Kostivarit, Vrapçishtës, Mavrov dhe Rëstush dhe Qendër Zhup, ku do të ketë përsëritje të votimit pasi që nuk është arritur cenzusi. Sipas të dhënave fillestare jo zyrtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në zgjedhje votuan gjithsej 883.937 qytetarë, prej të cilëve 833.984 flet votime ishin të vlefshme dhe 49.957 ishin të pavlefshme. Sipas këtyre të dhënave, dalja në votime ishte 48.029%, ndërsa 1.832.415 qytetarë të regjistruar në listën zgjedhore kishin të drejtë vote. Dyert e koalicionit për qytetin e Shkupit janë të hapur për të gjithë. Këtë ofertë ka bërë kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit nga VMRO TPMN Orce Gjorgjevski, i cili prind bindshëm para kundër kandidatëve të tij. Gjorgjevski është në balotazh për rrethin e dytë me kandidatin e Levicës Amar Mecinovic. Kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit nga VMRO TPMN, pas rezultateve të rrethit të parë zgjedhor, ku prim bindshëm para kundër kandidatëve të tij, ka shprehur mirënjohje qytetarëve për, siç tha ai, mbështetjen dhe besimin e madh që ka marrë. Megjithatë, Gjorgjevski është në ballotazh për rrethin e dytë me kandidatin e Levicës, Amar Mecinovic. Ai tha se pret e përkrahje nga të gjitha partitë politike. Dyert e koalicionit ton janë të hapura për të gjithë. Dua të ofroj bashkëpunim me të gjithë kandidatët dhe strukturat politike që nuk hyjnë në rrethin e dytë, sepse Shkupit i duhet punë, jo politik. Ai theksoi se fitoria në rrethin e parë nuk është personale, por siç tha, fitoria e të gjithë atyre që besojnë në një Shkup të zhvilluar, europian dhe funksional. Gjorgjevski njoftoi se gjatë 2 javëve të ardhshme do të jetë i pranishëm në çdo lagje, në çdo rrugë dhe në çdo shtëpi, me qëllim që, siç u shpreh, të bisedojë me qytetarët dhe të paraqes programin për një Shkup më të mirë. Presidenti bulgar Rumen Radev i ka bërë thirrje Hungarisë që ta bindë Maqedoninë e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese të cilët ai quan të nevojshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Radev thot se diskutoi situatën në Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e BE-s me presidentin hungares Tamar Suljok. Bullgaria mbetet motori i këtyre proceseve dhe mbështesin fqinjet tanë në rrugën evropiane, i bëra thirrje palës hungareze, e cila ka marrëdhënie gjithnjë më miqësore me Maqedoninë që të bindë vëllezërit tanë se ndryshimi i kushtetutës dhe konsensusi evropian janë një kusht i domosdoshëm për antarësimin në BE, ka thënë Radev. Sipas tij, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të vazhduar dialogun konstruktiv. Një 37 vjeçari është caktuar masa e paraburgimit pasi akuzohet për tentativë vrasje ndaj vëllait të tij. I dyshuari me mjet druri ka goditur vëllain e tij në kokë dhe në tërë trupin, duke e lënë në gjendje pa ndjenja për një kohë të gjatë. Prokuroria Themelore Publike i ka caktuar masën e paraburgimit 37 vjeçarit, i cili dyshohet për tentativë vrasjeje ndaj vëllait të tij. Nga atje thonë se një prokuror publik ka lëshuar urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër personit të dyshuar për tentativë për vrasje të parashikuar. Si sqarojnë ato, i dyshuari me mjet druri e ka goditur vëllain e tij në kokë dhe në tërë trupin.
Më 18 tetor, në shtëpinë familjare në Marino, i dyshuari u përpoq të vriste vëllain e tij duke e goditur në kokë dhe në të gjithë trupin me një mjet druri. Si pasojë e goditjeve, viktima filloi të rrjedhte gjak nga koka dhe humbi ndjenjat. I dyshuari, në vend që ta ndihmonte, ra në gjumë. Të nesërmen kur u zgjua, pa vëllain e tij të shtrirë, të mbuluar me gjak dhe pa ndjenja. Por e la përsëri dhe kërkoi ndihmë mjekësore pothuajse 3 orë më vonë. Nga prokuroria thonë se duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat, prokurori publik i paraqiti propozim gjykatësit të procedurës paraprake të gjykatës themelore penale në Shkup për përcaktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin. Lidhja e sindikatave ka publikuar të dhëna për trendin e lëvizjes së standardit jetësor të qytetarëve. Shporta minimale sindikale për muajin tetor ka arritur në 65.524 denar, që në krahasim me muajin shtator është rritur për 467 denar. Shporta minimale sindikale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për muajin tetor ka arritur në 65.524 denar, që në krahasim me muajin shtator është rritur për 467 denar, tregojnë të dhënat e publikuara nga Lidhja e Sindikatave të RMV-s. Sipas këtyre të dhënave, rritje më e madhe është regjistruar tek shpenzimet për ushqim dhe pije, të cilat në tetor arritën në 23.772 denar, ose 378 denar, më shumë se në muajin paraprak. Nëse në llogaritje përfshihet edhe kostoja e qiras një apartamenti prej 60 metra shkatror, vlera totale e shportës minimale sindikale për tetor arrin në 80.919 denar. Lidhja e sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut paralajmëron se rritja e vazhdueshme e kostos së jetesës po e bën situatën e familjeve punëtore më të vështirë, veçanërisht duke pasur parasysh se paga mesatare ende nuk siguron një standard të mirë jetese. Lidhja e sindikatave të RMV-s bën apel edhe një herë për nevojën e harmonizimit të pagave me koston reale të jetesës, me qëllim, siç thonë ata, sigurimin e një jete dinjitoze për të gjithë punëtorët dhe familjet e tyre. Komisioni Rregullator për Energjetik ka sjellur vendim të cilin bëhet ulja e çmimit të shitjes me pakicë të derivateve të naftës. Çmimi i shitjes me pakicë të eurodizelit do të ulet për 1 denar në litër dhe do të kushtoj 67 denar për litër. Ulja e njëjtë do të pësoj edhe vaji ekstra i lehtë pranvistri, ndërsa do të kushtoj 36.47 denar. Çmimi i shitjes me pakicë i mazutit ulet për 0.614 denar në kilogram dhe do të kushtoj 36.47 denar në kilogram, ndërkohë çmimet e shitjes me pakicë të benzinës Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 nuk të ndryshojnë. Dëshmia e dëshmitarit anonim A2 në rastin Banjska është të dëgjuar në seancën e mbyllur për publikun. Kërkesë për këtë bëri prokurori i rastit Naim Abazi, i cili tha se ky dëshmitar është anonim dhe se kërkesa e tij synon mbrojtjen e dëshmitarit dhe gjithë procesit gjyqësor. Kjo kërkesë më pas u miratua nga trupi gjykues, do nëse pati kundërshtime nga mbrojtja e akuzuarit Blagoje Spasejović. Edhe këtë të hënë me pranga në duare me siguri të lartë u sollën në gjykat 3 të akuzuarit për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, Blagoje Spasejović, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Prokuroria Speciale e Kosovës me 11 shtator 2024 ka ngritur akt akuzë kundër Milan Radojčićit dhe 44 të tjerëve për sulmin terrorist në të 24 shtatorit 2023 në Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrar reshteri policor Afrim Bunjaku. Të pandehurit ngarkohen për veprat penale, kryerja e veprës terroriste, veprat e rënda kundër rendit, kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit dhe shpërlarja e parave. 42 të akuzuar përfshirë edhe Milan Radojčićin, që e pranoi publikisht se udhëheqi sulmin në Banjsk, janë në Arati.
Parlamenti i Republikës Srpska, entitetit me shumicë serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, emëroi Ana Trišić Babić si presidente të përkohshme të entitetit, duke zaventësuar Milorad Dodikin, presidenca e të cilit u revokua gushtin e kaluar pas mbajtjes në fuqi të dënimit të tij me 1 vit burg dhe ndalimit 6 vjeçar për të mbajtur poste politike për mosbindje të përsëritur ndaj vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar në Bosnjë Hercegovinë. Vendimi u miratua nga kuvendi me 48 vota pro dhe 4 kundër. Trišić Babić shërbeu si këshilltare e Dodik për më shumë se 15 vjet dhe nga viti 2007 deri në vitin 2015 ajo shërbeu si zëvendës ministre e jashtme e Bosnjë Hercegovinës. As entiteti dhe as kushtetuta nuk përcaktojnë se kush merr detyrat presidenciale në rastet e forcës madhore. Ana Trišić Babić do të mbetet në detyrë për pak më shumë se 1 muaj pasi zgjedhjet e parakohshme presidenciale në Serbi janë planifikuar për më 23 nëntor. Presidenti i SBA-s Donald Trump deklaroi se anëpushimi në Gaza ende është në fuqi dhe se udhëheqja e Hamasit nuk është e përfshirë në shkeljet e anëpushimit në një kohë ku Izraeli vazhdon sulmet e tij në Gaza. Në çdo rast, kjo situatë do të trajtohej në mënyrë të përshtatshme, do të trajtohet me vendosmëri, por në mënyrë të përshtatshme, tha ai, duke theksuar se anëpushimi në Gaza do të vazhdoj. Presidenti i SBA-s tha se ne duam të sigurojmë që paqja mes Hamasit të vazhdoj, tha ai. Të paktën 34 palestinezë janë vrarë në sulmet e kryera nga ushtria izraelite në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës pavarësisht anëpushimit. Ushtria izraelite në një deklaratë tha se ka kryer sulme ajrore në disa lokacione në Gaza duke pretenduar se Hamasi kishte shkelur anëpushimin. Televizioni shtetëror izraelit kanë raportoj se qeveria ka vendosur ndalimin e hyrjes së ndihmës humanitare në rripin e Gazës deri në një njoftim tjetër, ndërsa brigadat Qassam, krahu i armatosur i Hamasit, kanë deklaruar se respektimi i plotit të gjitha marrëveshjeve të arritura kryesisht anëpushimin. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka thënë se është i gatshëm të shkojë në Budapest për të diskutuar për paqe, ndonëse ka shprehur dyshime rreth gatishmërisë së presidentit rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës që ka nisur mbi 3 vjet më parë. Nuk jam i sigurt që Putini është gati të japë fund luftës, ka thënë Zelenski në një intervistë për rrjetin televiziv NBC me 19 tetor. Mendoj se ai dëshiron ta vazhdoj agresionin. Presidenti i Ukrainës beson që Putin preferon shtyrjen e negociatave të vërteta për paqe dhe heziton ta takojë atë sepse kjo do të nënkuptonte që palët do të duhej të pajtoheshin për pozicione specifike dhe koncesione potenciale për të dhënë fund luftës. Zelenski ka bërë thirrje për rritje të presionit ndaj liderit rus, duke thënë se Putin friksohet nga sanksionet dhe që sanksionet sekondare do ta gjynëzonin ekonominë ruse. Ai ka bërë këto komente pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka mirëpritur Zelenski në Washington. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.